Genta Vajnqeli, zëdhënëse antikorrupsionit pranë Partisë Demokratike, ngriti sot në një deklaratë publike dyshime mbi shpenzimet e fondeve për sistemin e gjendjes civile. Nga viti 2022 deri në 2025, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit në varësi të tij ka tenderuar plot 8.5 milion euro për përmirësimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të regjistrit kombëtar të gjendjes civile. Ajo theksoi se me gjithë shpenzimet e konsiderueshme, sistemi vazhdon të ketë probleme. Sot, edhe pse janë tenderuar miliona euro, kryeministri pranon publikisht se sistemi i gjendjes civile vijon të paraqesë problematika serioze. Pyetja jonë për Edi Ramën është e qartë. Ku kanë shkuar 8.5 milion euro të tenderuara gjatë 3 viteve të fundit, ndërkohë që sistemi i gjendjes civile vijon të paraqesë problematika serioze? Genta Vajnqeli shtoi se përgjegjësia për këtë situatë bie drejt për drejt mbi kryeministrin Edi Rama, ndërsa theksoi nevojën për hetim nga organet e drejtësisë. Por organet e drejtësisë, a ekziston vullneti për të hetuar këto shpenzime miliona euro në një ndër institucionet më problematike në vend, apo do të vijojë me heshtjen? Faleminderit. Deklarata e saj vjen pak ditë pas prezantimit të ministres së re të punëve të brendshme, ku kryeministri Rama kishte theksuar se një nga prioritetet e kësaj ministrie do të jetë zgjidhja e problematikave që lidhen me funksionimin e regjistrit të gjendjes civile.